Në summitin e NATO-s që vendet e NATO-s të rrisin me 5% se kemi pasur një deklarat Lavrovit për këtë le të themi. Nuk besoj që kjo lloj taktike e re që rusët kanë zgjedhur nuk ka të bëjë me këtë, pra ka të bëjë me kapacitetet e tyre dhe ka të bëjë me vendimarrjen e tyre që kanë planifikuar që këtë luftë ta mbyllin në 2026-ën. Se them ta mbyllin në 2026-ën, them ta mbyllin në 2026 sepse këtë e bazojmë mbi deklaratën e Putinit, i cili para disa ditësh deklaroi që ne parashikojmë që në 2026 të bëjmë ulje të shpenzimeve ushtarake. Pra sot, Rusia shpenzon 6.3% të GDP-s për nevoja ushtarake. 6.3%. 6.3%. Ishte si deklarat jo, unë e mura... Dhe Putini deklaroi që neve në 2026 parashikojmë që ti ulim shpenzimet ushtarake. Pra fakti që ti ul shpenzimet ushtarake, ndërkohë që je në një luftë, do të thotë që ti planifikon që këtë luftë ta mbyllësh vitin që vjen. Kjo është logjika. Sepse në rast se ti nuk planifikon ta mbyllësh luftën, pra ta mbyllim në aspektin që rusët planifikojnë ta fitojnë. Po ndërkohë që NATO rrit shpenzimet, Putin thotë që në 2026 do t'i ulim për arsye se do të kemi gjë. NATO pavarësisht shpenzimeve që rrit. Pra NATO nuk i ka çuar ushtritë e saj në luftë. Po lufton Ukraina për NATO-n. Kurse Rusia ka çuar ushtrinë e saj, pa shpenzimet e Rusisë shumë më të mëdha. Absolutisht. Pra në momentin që ai e mbyll luftën, nuk ka nevojë të ketë më 6%, po mund të shkojë edhe ky 5% ose 4%, pra si punë, sepse nuk ke harxime të tjera në aspektin njerëzor, ndonjë që ti mbash me ushqim, ti mbash me lëvizje, me karburant, me gjitha, pra kjo po thua paremron. Dhe unë mendoj që kjo, unë logjikoj që kjo në 2026-ën, pra nuk po them në fillimet e 2000, po deri në 2026-ën kjo luftë mbyllet. Prandaj rusët tashmë kanë mbërritur në këto kapacitete të prodhimit industrial të tyre ushtarak, me të cilat parashikojnë që me këto kapacitete goditje të arrin të harxojnë gjitha kapacitetet ekonomike, ushtarake, shoqërore dhe sociale të Ukrainës, në këtë mënyrë të arrin objektivat e tyre. Dhe objektivi i tyre është marrja e këtyre 4 rajoneve të cilat i kanë do ta diskutoj, po drejton, ndërkohë që po themi që Rusia pas 2026 do t'i uli në, le të themi, në Kazan, në një qendër aviacioni ku Rusia ndërton bombarduesit e tij të rënd, po rrit kapacitetin dhe regjia e kisha që para të pamjen nëse është e mundur. Pra ka filluar të rrisi kapacitetet në avion. Jo, kjo është ajo që e kishte vënë përpara. Duhet kemi një kapacitet. Atë hartën që lëvizte kështu. Kapacitetet e prodhimeve ushtarake, e industrisë ushtarake janë tjetër, kapacitetet e shpenzimeve ushtarake janë tjetër. Pra, hyn në kapacitetet e shpenzimit ushtarak në atë 6.3% të Rusisë. Por janë të ndara, pra janë të ndara në industri, janë të ndara në shpenzime në burime njerëzore. Harxhimi më i madh aktualisht këto pikat. Po, harxhimi më i madh aktualisht i Rusisë është harxhimi në mbajtjen e kapaciteteve njerëzore në këtë luftë. Sepse aktualisht ka diku rreth 680.000 forca në Ukrainë, të cilët mbahen paguën dhe pagesa e tyre është shumë herë më lartë se pagesa e një ushtari. 680.000 forca ruse. Po. Dhe pagesa e tyre është shumë herë më lartë se sa pagesa e një ushtari që ndodhet në Rusi. E qartë. Pra këto janë shpenzime ekstra dhe në momentin që këto shpenzime ndalen, pra mbaron kjo luftë, atëherë këto shpenzime nuk shkojnë, pra nuk kjo ndalimi i shpenzimeve që ata pretendojnë bëjnë nuk cënon industrinë ushtarake, cënon me shpenzimet që ata bëjnë në luftë. Industria ushtarake do të vazhdojë dhe industria ushtarake do të vazhdojë, por do ndalen shpenzimet e luftës, pra sepse pretendohet që nuk do jetë më luftë, pra ata mund ta marrin, pra pretendojnë që do i marrin këto territore. Deri në fund të 2026-s, me marrjen e këtyre territoreve do krijojnë brenda 2026 krijojnë edhe ato zonat e sigurisë për ruajtjen e këtyre territoreve dhe do të ndalen aty në rast se nuk do të ketë provokim tjetër, pra që ata marrin diçka tjetër. Regjia, lutem ma nxirr pak atë hartën për 2026-ën që e nxorëm edhe para disa minutash. Dritan, ndërkohë kjo është pak a shumë një parashikim se ku po shkohet se ku po shkon Rusia sot me angazhimin që ka marrë. Pra, aktualisht jemi në këto territore, ndërkohë që po tentohet dhe ajo që parashikohet që Rusia do marrë janë pikërisht këto pamje. Pra, deri në lumin Dnipro që shpesh e diskutojmë. Pra, me deklaratën e Putinit që do t'i reduktojnë shpenzimet ushtarake nuk mund të ndodhë kjo, pa me reduktimin e shpenzimeve ushtarake nuk vazhdon më as lufta, pra sepse llogaritet marrja vetëm me kjo është Instituti për Studimin e Luftës, që unë e kam parë atë Institutin ja ku e kemi, Institute for the Study of War. Ai instituti është bazuar mbi deklaratat e një ushtaraku Ukrainas, i cili për mendimin tim flet në mënyrë jashtë logjike, pasi po ta lexosh edhe
edhe shkrimi që ka bërë Kryqëzimi dhe instituti shpesh i referohet vetëm këtij zotërisë dhe thotë që është ideja e këtij, por nuk e mbështet askund. Pra e përcakton në disa raste që kjo lloj është e pambështetur në fakte. Sepse fakti është kjo, pra fakti është shpenzimi ushtarak, në i pari. Shpenzimi në rast se ti, aktualisht edhe me këto shpenzime ushtarake që ka, nuk mundet që Rusia të marrë këto territor. Nuk mundet me këto shpenzime, pra është detyruar të vazhdojë. Po çfarë synonte kjo goditja e re, po themi që u shkoi deri në kufi me Poloninë, nuk është se para e mbron këtë? Jo, nuk paralajmëron fare atë, paralajmëron shkatërrimin e të gjitha kapaciteteve ushtarake, ekonomike, sociale, shoqërore të Ukrainës në mënyrë që duke bërë këto, ti humbet mundësinë e mbajtjes të këtyre vijave të frontit, sepse nuk ke mundësi as ti furnizosh, nuk ke mundësi as ti mbash, nuk ke mundësi as të prodhosh, as me energji, as me gjë, pra nuk funksionon asgjë, nuk kalon asgjë, plus shoqëria nuk është më për vazhdimin e kësaj lufte, sepse gjendet e lodhur nga këto goditje, dhe automatikisht të gjitha ato territore kalojnë dhe lëshojnë dhe tërhiqen. Pra, ukrainasit në mos të tërhiqen do të jetë shumë më lehtë për të përparuar për forcat ruse, sepse ju mungon në aftësia ekonomike, aftësia ushtarake dhe njerëzore Ukrainës që të mbaj këto territore, dhe të mbaj këto vija fronti. Pra për të bëhet, për harxhimin e kësaj në mënyrë që ti të mos rezistosh këtu. Dhe pasim dhe unë mendoj që është vetëm marrja e këtyre territoreve, sepse këto kapacitete ka aktualisht. Dhe me deklarimin e tyre që do t'i reduktojmë këto shpenzime në 2026, pa marrë parasysh se kur thot, pra nuk e përcaktuar në fillim, në mes apo në fund të 2026, pra reduktojmë shpenzimet, do të thotë që me reduktimin e këtyre shpenzimeve nuk do të kemi më aktivitete ushtarake, luftarake në aspektin e marrjes, pra ecjes përpara, ofensive. Pra të gjitha kapacitetet do të jenë defensive, pra sepse llogaritet që të kenë marrë këto territore, të cilat ata i kanë futur në kushtetutën e tyre. Aktualisht sot për shembull që flasim, territori i Luganskut është i gjithë nën kontrollin e ushtrisë ruse. Po, pash lajm që kjo është territori i parë ka marrë, pse ende s'ka qenë marrë Lugansku, asnjëri nga ato s'ka qenë marrë, vetëm tërësisht. Lugansku u mor para 5 ditësh dhe është deklaruar dje ose pardje nga shtabi i përgjithshëm, pra. Ka pasur një tentativë të forcave ruse për të rimarrë territor sërish, por nuk kanë mundur. Pra në momentin që rusët kanë arritur të vendosin në këtë vend një linjë fronti të fortifikuar dhe të forcuar, konsiderohet e marrë tashmë dhe nuk mund ta rimarrin sërish Ukrainën. Vetëm Lugansku është deri tash vetëm Lugansku është marrë nga të gjithë nga 4 këto rajone të cilat kanë bërë referendum dhe janë shpallur pjesë e Rusisë. Vetëm Lugansku është marrë 100%. Pjesë të tjera nuk janë marrë 100%. Pra Donetsku, Zaporizhia, Kherson. Jo, dhe tashmë luftimet vazhdojnë për Donetskun, vazhdojnë për Zaporizhën dhe për Khersonin. Se ende janë marrë tërësisht. Jo, nuk janë marrë tërësisht. Në rastin e Luganskut tashmë të gjitha këto forcat ushtarake që janë këtu, pra do të kalojnë urdhri i ushtrisë ruse aktualisht është që të gjitha njësitë luftarake në territorin e Luganskut në vijën e frontit të kalojnë në rastin në defensiv dhe jo në ofensiv. Pra nuk do të ketë më aksion ofensive ecje përpara për marrje territori, me përjashtim të rasteve ku në pika të caktuara do të mund të kërkohet vendosja e këtyre zonave të sigurisë, tampon zonë. Pra në rast se do të kërkohet, në rast se nuk do të kërkohet, do të mbeten në këtë pozicion që janë. Në pozicion defensiv, mbrojtës. Pozicion defensiv, sepse e kanë arritur këtë pikën që është sepse këto është një nga vendimarrjet strategjike, pra marrja e këtyre territoreve, çlirimi që quhen ata i këtyre territoreve. Pra këtë territore kanë arritur. Çlirime quhen ata, të paktën e pashë tek edhe tek agjencia TASS. Gjithë pjesa tjetër do të përqendrohet te Donetsku, Zaporizhia dhe Khersoni. Pra këto njësi luftarake që kanë qenë deri tash për marrjen e tyre, tashmë do të kalojnë në defensive dhe pjesa tjetër do të kalojnë në këtë. Pra do të rritet kapacitetet ushtarake ruse në këtë pikë, ndërsa kapacitetet ushtarake ukrainase nuk rriten dot. E qartë. Dhe në momentin që merr, çdo gjë që merr kalon në mbrojtje, kalon në aspektin defensiv. Kjo ofensive e Rusisë po më thua po shkon në pikën që të marrë ato që është vendosur sot. Ato që kanë vendosur edhe nga absolutisht për momentin. Duma ruse, nga parlamenti. Por mund të kemi një ndryshim për arsye se aktualisht në Odesa kemi vendosje të forcave ushtarake franceze, kemi vendosje të forcave ushtarake australiane, po Australia ka vendosur të çojë. Edhe Australia? Po edhe Australia ka vendosur të çojë 100 ushtarak të vetët aktiv, të cilët do të vendosen në Odesa për të trajnuar dhe për servitur forcat ukrainase për disa çështje të mbrojtjes kundërajrore dhe të radarëve. Para një javë, para 5 ditësh, Rusia pati një goditje në Odesa të një vendit të një fjetine të një shkolle të mesme, e cila mbahej në cilin flinin pothuajse ushtarak të huaj të NATO-s, të cilin ndodheshin atje dhe dëmi shumë i madh,
që ka shkaktuar në ta, dhe besoj në rast se do të vazhdoj vendet ndryshme të NATO-s të çojnë ushtarak, siç kanë vazhduar të çojnë deri më sot. Kryesisht bëhet llaf për Odesën, atëherë mund të kemi një ndryshim të këtij vendimi të Rusisë dhe ata ti qasen Odesës, pra të tentojnë edhe Odesën, sepse Odesa është qendra kryesore cilën ata, unë mendoj që në çfarëdo lloj vendi, pra edhe në rast se do të arrijnë këto marrjen e këtyre 4 rajoneve, dhe në rast se ukrainasit nuk e ndalin, pra nuk arrihet një lloj marrëveshje me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës ose të NATO-s diçka tjetër, atëherë rusët do t'i vazhdojnë ofensivën e tyre. Dhe do të kemi rritje të kapaciteteve ushtarake të Rusisë. Pavarësisht se shpresoj që të mos ndodhi gjë. Ndërkohë për herë të parë kemi Trumpin që përmend që Rusia mund të ketë pretendime të tjera territoriale për sa i përket Ukrainës. Për herë të parë në samitin e NATO-s Trump është shprehur në këtë mënyrë. Pra, edhe Putin ka dhënë një deklaratë që mund ta interpretojmë gjithsesi, por ka thënë që Ukraina është e jona në kuptimin që Shiko, do të kemi një jo, pse nuk është ajo video, ajo mundësia që të shkojnë dhe të marrin deri aty ku thot ai generali. Është e pamundshme që të shkojnë të marrin deri atje, pra se kërkon angazhime më të mëdha ushtarake, kërkon angazhime më të mëdha, jo vetëm të industrisë ushtarake, se ato për momentin i ka, kërkon angazhime njerëzore. Pra, kërkon mobilizim tjetër për të arritur deri në gjysmë të Ukrainës, pra nuk mund të shkojmë këto 6.000, do të kërkojë 600.000, duhet edhe 600.000 të tjerë. Duhet edhe 600.000 të tjerë për shkuar deri aty. Angazhime të tjera njerëzore që do thotë rekrutime të reja ose shpallje rekrutimi të ri dhe rritje të kapaciteteve të shpenzimeve ushtarake më shumë, pra nga 6 për 3 mund të shkojë më shumë. Prandaj kërkon struktura të reja, kërkon bërjen e strukturave të reja, të cilat në këto momente nuk i ka nisur bërje të struktura të reja për t'i përdorur për Ukrainë, pa ka nisur është duke bërë struktura të reja, ato janë pothuajse në mbarim e sipër, por janë struktura të reja për të vendosur në kufi me Finlandën, me vendet e tjera, pra ku është parashikuar vendosja pas hyrjes së Finlandës në NATO, rusët kanë vendosur të ngërhenin atje një armatë më vete. Pra për çështje sigurie. Dhe këto forca janë stërvitur dhe trajnuar për të vajtur atje. Nuk është kjo harta, se kjo është hartë, të lutem tek ajo pjesa përpara ku ishte instituti për luftën. Po, se kjo është hartë e NATO-s. Kështu që nuk, kurse për sa i përket asaj që unë mendoj që palët kanë keq kuptuar njëra tjetrën, është aktualisht rusët e bën të qartë që fakti që ata hynë në Ukrainë, pra një nga arsyet kryesore që në Ukrainë ishte zgjerimi i NATO-s drejtim Rusisë. Po. Pra edhe para 5 ditësh të njëjtën gjë tha sërish Putini. Dhe po para 5 ditësh në samitin e NATO-s, sërish zyrtarët e NATO-s pretendonin që Ukraina do të jetë pjesë e NATO-s, ndërkohë që rusët kanë bërë të qartë një gjë të tillë. Pra në rast se do të vazhdohet një gjë e tillë. Kjo do të thotë që Ukraina nuk do të ekzistojë më si shtet. Pra, sepse rusët do të vazhdojnë të përparojnë, do të jenë detyruar të bëjnë këto që thamë, pra këto rritje të kapaciteteve të tyre njerëzore dhe ushtarake, në mënyrë që Ukraina të mos jetë pjesë biles të dyre rusët, po të shohësh ka ndryshuar edhe qëndrimi deri para një viti, ata thoshin që nuk është problem qenia e Ukrainës në Bashkimin Evropian, ndërsa tashmë kemi deklaratën e Putinit Lavrov që thonë që edhe Bashkimi Evropian është një vazhdimsi e NATO-s dhe nuk mund Ukraina të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra ose do qëndroj neutral, ose nuk do qëndroj fare. Dhe në aspektin thuar nuk do qëndroj fare, ose kështu, atëherë kemi këtë përplasje mentalitetesh, dhe kjo përplasje mentalitetesh normalisht që sjell atë që thot Trumpi që ka qëllim për të marrë territor. Pra, do marrë territor për mos lejuar Ukrainën për të bërë pjesë e NATO-s. Po kjo do të prodhoj pastaj atë që thot Trumpi në terma të thjeshtë. Ndërkohë regjia ma zhvendos pra hartën aty ku ishte. Dritan, po me ofensivën e verës që u nis në Sumi, çfarë ndodhi? Sepse duhet të kujtojmë për qytetarët, sa për qytetarët se ndodhi ai sulmi që ndodhi tek bombarduesit bërthamor rus dhe thamë që do ketë një ofensiv të Rusisë. Wall Street Journal e pashun thot 50.000 trupa janë në Sumi aktualisht ruse. Shikoni, duhet kemi kanë rrethuar Sumin. Nuk ka për të pasur asnjë ofensivë dhe nuk ka pasur ofensivë. Ato 50.000 trupa janë trupa të cilat kanë luftuar në Kursk dhe çdo kush që ka shkruar të Wall Street Journal ka shkruar me qëllim të caktuar. Nuk besoj që ka pasur nevojë të marrësh vesh nga ana ushtarake, arsia që ka shkruar nuk ka marrë vesh nga ana ushtarake, por këto janë trupa të cilat kanë luftuar në rajonin e Kurskut. Po. Dhe këto trupa erdhën në rajonin e Sumit për shkak se përzun trupat ukrainase nga rajoni i Kurskut. Pra duke përzën, duke ofruar, sepse kemi një parasysh. Harta tjetër, lutem, regjia. Atë hartën që kishim. Pra, ka ndodhur në Kursku këtu, Sumi është këtu. Dakord? Po. Ky është Sumi. Pra, trupat ukrainase ndodheshin në rajonin e Kurskut.
tashmë forcat, 50.000 forca ushtarake ruse, kanë ardhur dhe i nxorën ukrainasit nga Kursku. Po. Dhe ishin këtu dhe u mor vendimi strategjik që duhet të krijohet një buffer zone, pra një zonë tampon. Ajo aty është buffer zone. Dhe këto 50.000, po, dhe këto 50.000 tash që ishin këtu, automatikisht e kaluan kufirin për të krijuar këtë zonën tampon. Pra nuk kemi ofensiv. E qartë. Dhe nuk kemi, kur thua 50.000 trupa, janë po këto 50.000 trupa që luftuan, nuk është se këto 50.000 trupa që luftuan janë këtu dhe erdhën edhe 50.000 trupa tjera dhe u vendosën këtu. Prandaj, mënyra se si gazeta e thot për të krijuar idenë që Rusia idenë politike që shiko poshtojnë numra dhe do bëhet nuk është e tillë. Pra, ose po e përdor në mënyrë të paditur gazetari ose po e përdor në mënyrë të qëllimshme. Por kjo shkakton panik kur ti je shef në Evropë dhe lexon ti këtu po i kishte 50.000 pas asaj 50.000 që kanë bërë 100. Jo, këto 50 që ishin thjesht kanë përparuar dhe kanë kaluar këtu. Pra po këto dhe kjo nuk është ofensiv. Pra nuk kemi pasur një ofensivë, është thjesht për të bërë të tampon zonën, e cila mund të jetë 5, 10 ose 15 kilometra nga kufiri, varet sa kanë përcaktuar ata sa do të tampon zona. Pra nuk kemi asnjë lloj ofensive, ndërsa për sa i përket kundërpërgjigjes të që Ukraina bëri ndaj, është një kundërpërgjigje e cila akoma nuk ka ardhur, pra akoma nuk është bërë. Jo, kundërpërgjigja për goditjen e bombarduesve strategjik nuk është bërë akoma. Se unë kam thënë një herë, është një kundërpërgjigje e cila merr kohë për të bërë, pra nuk janë kundërpërgjigje të tilla se derisa ti godite bombarduesi strategjik, pra godite në nivel strategjik, edhe kundërpërgjigja do të jetë në nivel strategjik. Dhe normalisht që kjo kundërpërgjigje merr kohë për të projektuar, me kohë për të planifikuar, për të realizuar, pra sepse është një kundërpërgjigje e cila duhet të funksionojë në të gjithë linjën ushtarake, pra në të gjitha forcat dhe shërbimet. Dhe këtu do të kemi një ndërveprim të madh, edhe planifikim të madh ndërmjet këtyre forcave dhe shërbime për të realizuar këtë kundërpërgjigje. Prandaj them që akoma do marrë kohë për të bërë. Ndërkohë, Dritan, Putin njofton se Rusia është gati për tu riulur në bisedime për paqen. Si ta lexojmë këtë? Unë nuk e lexoj këtë ndryshe nga që kam lexuar në këto 3 vjet e gjysmë, Rusia asnjëherë nuk ka refuzuar që të